Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e muajit nëntor të 2025-s. Është një muaj me ndryshime dhe vendime që mund të merren në shumë drejtime. Muaji nëntor është muaj që jep mundësi në punë të rëndësishme të jetës. Për ata që lidhen shumë me mjekësinë, për ata që lidhen shumë me diturinë, ata që kanë të bëjnë me shkencën dhe doktoratura të ndryshme. Ky muaj do na sjell përpara, do na tregoj rrugët dhe shtigjet nga ne do kalojmë. Është një muaj mjaft i rëndësishëm, shumë pozitiv në ndryshimet dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme që do të kemi. Por vëmendja dhe koha kur ndodhin fenomenet janë të rëndësishme, por kërkohet dhe vëmendje. Le të hedhim një sy këtij muaji në bazë të këndëve planetare, çfarë ndodh, ku duhet bëjmë kujdes dhe pse duhet të bëjmë kujdes. Kemi datën 2, ku afërdita në të kundërt me Mërkurin, ku diçka mund mos shkojë ashtu siç duhet, por kërkon vullnet dhe mundësi. Afërdita kërkon drejtësinë dhe Mërkuri kërkon komunikimin e drejtë për së drejti. Të dy në një drejtim janë, por në të kundërt në vendet që marrin. Këtu do të thosha që ka të bëjë shumë të shenjës së demit, të shenjës së binjakëve, shenjat e ajrit zakonisht e kanë një mundësi dhe një çështje të rëndësishme gjithashtu dhe gaforja në anën tjetër. Kemi datën 3, ku afërdita në katërkëndësh me Jupiterin, ku vërtet jep mundësi në një farë mënyre në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që mund të merren, janë vendime në kohë, nuk është puna se mund të bëhet diçka ose mund niset diçka. Por fillimet dhe kohën e duhur për sa i përket çështjeve dhe anës financiare. Mos u nxitoni për të marrë një punë, sepse presupozojmë për shembull ose po se mora tani unë humbas shansin. Jo. Kjo lidhet shumë me bizneset, kjo lidhet shumë me korrektësinë që juve keni dhe mundësinë që ju jepet. Por gjithsesi është një kohë që kërkon vëmendje, sidomos të shenjës së binjakëve ose të shenjës së ujorit të ditësit të dytë. Kemi datën 4, Marsin në trekëndësh me Neptunin, ku një pasuri, një shans shumë i madh i papritur vjen tek juve, në mënyrë të papritur, sepse ndikohet shumë dhe kohën, momentin, mundësitë që jepen në këtë drejtim, është momenti më i mirë dhe tepër pozitiv në anën e punës dhe të karrierës. Ndryshime në dashuri kërkohet pak vëmendje, sepse Neptuni nga njëra anë kërkon më shumë siguri, kurse Marsi në krahun tjetër kërkon përshpejtime, por gjithsesi të dy janë në një drejtim. Marsi në drek në shigjetar, kur këtu ka të bëjë shumë me marrjen e vendimeve të rëndësishme për shpejtime. Kujtoni kujdes juve të shigjetarit, sepse edhe pse do të duhet të nisni diçka të re, por ndikoheni dhe mendoni shumë për të bërë një hap të tillë. Keni kaluar shumë vështirësi, shumë çështje që si zgjidhni dot, momente të papritura, koha që ka ndikuar dhe ndryshon disa gjëra që ndryshe mendoj, ndryshe veproj. Por vjen një moment tani, momenti më i mirë i mundshëm është që juve mund t'i nisni gjëra siç i doni, edhe pse me vështirësi. Gjithashtu mbasditja, ku kemi Marsin në të kundërt me Uranin, këtu kërkohet vëmendje nëse keni nga mbasditja e datës 4, ku mirë do ishte që nëse keni një bisedë të rëndësishme, shkëmbim unazash ose ku di unë, çka tillë, mirë është ta anashkaloni për ditë tjetër, ose nëse keni ditë përpara dhe nuk e keni problem, domethënë ta bëni në këtë ditë.
Kemi datën 6. Data 6 ku Marsin e gjashtkëndshme të Plutonin. Ditë shumë e mirë. Por në thojza disa llafazan, flasin shumë, që duan t'ju prishin pak Terezin. Por me qenë se Dashi, Luani, shigjetarët, kanë një ndikim shumë të madh në këtë drejtim. Dhe kjo do të thotë që vërtet jepet mundësia ose koha kur gjërat ndodhin dhe momentet që janë mjaft të rëndësishme në kohë, por gjithsesi në anën tjetër kemi në fakt një mundësi që mund të ndryshojnë disa gjëra, ku kemi domethënë Dashin me Ujorin, kur gjërat mund të ndryshojnë ose mund të veprojnë, apo Luani krahun tjetër, por gjithsesi kjo lidhet shumë me punën ose firmë ose kontratash. Kemi datën 7. Kemi datën 7 ku Afrodita është në Akrep. Kjo do të thotë do keni kujdes në lidhje me pasuritë paluajtshme. Do keni kujdes nga çështjet që kanë të bëjnë me punën ose me ndryshime të mëdha që vinë, ikin, gjëra të natyre. Do të pasur shumë kujdes, sepse një nxitim i tillë mund t'ju prishë punë dhe është vështirë me e rregulluar. Çfarë? Nëse doni të nisni një biznes ju dhe merrni për këtë ditë dhe bisedojeni, nuk do zgjidhni problemin. Meqense kjo ju ndihmon në një farë mënyre për sa i përket çështjeve, mundësive, anës në pozitivitetin tuaj, por mos i merrni të mirëqenia gjëra që mund t'ju thonë, sepse shumë fjalë do dëgjoni, po çfarë merrni në vazhdimsi, por gjithsesi kjo kërkon kujdes. Shenjat që duhet bëjnë vëmendje në këtë janë shenjat e ujit, siç është gaforja, siç është akrepi, siç janë peshqit. Bëni pa kujdes, mos mund nxitoni. Kemi datën 11. Edhe pse data 11 ka diçka që ju jep në anën tuaj ose periudhën që ju e keni, sepse ka të bëjë shumë, po të kuptojmë domethënë nga data 6 deri në 11, kemi datën 8 për shembull Urani në Dem. Kemi datën mbasdite Afrodita në gjashtkëndësh. Pra, data 9 është Mërkuri në krahun e kundërt në shigjetar, që kjo ju jep mundësi, domethënë edhe disa keq kuptime, por data 11, nga 6 me 11 këto ditë do të jeni shumë të kujdesshëm, sepse për ata që kanë lindur me Jupiterin ose Mërkuri në krahun e kundërt, nuk ka problem fare, por për ata që kanë nisi diçka ose duan ta përfundojnë, mos vallë janë bërë pishman edhe duhet bëjnë ndryshime, koha për ndryshime është. Dhe është një mundësi shumë e mirë që mund të jepet edhe një mundësi e dytë që juve ta zgjidhni këtë çështje. Kemi gjithashtu datën 13. Kemi Mërkurin në krah të Marsit, që do thotë jap mundësi dhe zgjuarësi dhe ndihmesa. Është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive në këtë gjë, sepse koha ka treguar që ju jeni me fat dhe do të arrisni qëllimin. Kemi gjithashtu datën 17, ku një ndikim shumë i madh që do thotë dielli në trekëndësh me Jupiterin. Nëse këtu keni për të bërë një kredi, për të marrë kredi, biznesi, për të marrë diçka të re, për të filluar diçka të re, është koha më ideale dhe më perfektja që mund të ketë qenë ndonjëherë, sepse është një mundësi shumë e mirë, është një moment shumë ideal, sepse mund të zgjidhni shumë punë dhe shumë gjëra të mira në punë, në karrierë, në ndryshime, në vendime të rëndësishme, periudha që ndodhin të fenomene dhe jo vetëm. Kemi një çështje që vërtet ka zgjidhje, që është një takim që do bëni nga dreka, juve të shenjës së zjarrit, siç janë Dashi, Luani, shigjetari, kanë diçkim shumë mirë, por dhe Ujori në krahun tjetër ka diçka që e pret për të realizuar, diçka shumë e mirë që do të stabilizojnë. Por gjithashtu, në dreka ku kemi diellin në trekëndësh me Saturnin, kjo do t'ju japë një mundësi juve, një periudhë që vërtet duket e vështirë, por është mjaft pozitive për të marrë zgjidhje në problematika të ndryshme që keni pasur
ose keni, sepse është një gjë që vërtet juve ju lë me nga ndonjëherë jo nuk të shihet hidhur, por aq sa mund të rregullohen disa gjëra me ndihmën tuaj ose vet juve pa ndihmën e të tjerëve keni arritur aty ku doni. Mund të ndihmoni të tjerët dhe kjo është diçka që mund të përfitoni nga ky drejtim. Kemi në datën mbasdite në darkë, Mërkuri në gjashtkëndësh me Plutonin, këtu jepet një mundësi shumë e mirë dhe e artë në atë çka doni të bëni, dhe nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse i zgjidhni gjërat ashtu siç doni juve, dhe është një kohë shumë e mirë, është shumë e përshtatshme nëse do ta marrim për shtatshmëri, do të marrim për vendosmëri në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me ndryshime, me ndryshime madhore financiare, me ndryshime të mëdha ekonomike që do të keni. Data 19 kemi Mërkurin në Akrep, ku këtu nga një takim që do bëni, nga një bisedë shumë e rëndësishme që do të keni, është një moment mjaft i mirë dhe tepër surprizues për juve të shenjës së Virgjëreshës apo të Demit, ka diçka shumë mirë këtu, është momenti më mirë i mundshëm i që ndonjëherë. Nga dreka duket se për nga darka, mbas orës 19, kemi Mërkurin në krahun e kundërt me Uranin, që do thotë që jam gati të përgjigjem kërkesave, dua të bëj këtë që unë jam në gjendje ta realizoj ekonominë, dashurinë, mënyrën dhe mundësitë që më jepen. Po. Kemi datën 20. Data 20 është Urani në gjashtkëndësh me Neptunin. Kjo do thotë një kujdes të veçantë për juve që keni lindur me Uranin në gjashtkëndësh me Neptunin, ose anasjetët ka diçka tjetër këtu, por gjithsesi, nëse keni udhëtime, nëse keni gjëra që do t'i realizoni, do t'i ndryshoni, vendime që do të keni mundësinë për zgjidhur disa çështje madhore financiare, është një moment shumë i mirë tani për kohën tuaj, për momentin tuaj dhe është një vendim mjaft ideal, kështu që mund t'i zgjidhni çdo gjë që juve ju përket. Kemi datën 21. Paraditja, duke se dielli në krahun e kundërt me Uranin, por kjo nuk do të thotë problem, por do të thotë zgjidhje problematike të çështjeve madhore. Kemi datën mbasditja, aty ku ndryshon domethënë të vinë data 22, ka të bëjë me diellin trekëndësh me Neptunin dhe ka të bëjë gjithashtu dielli në shigjetar që futet më datën 22, ka diçka shumë të madhe, ka diçka shumë të rëndësishme për marrjen dhe zgjidhjen e problematikave të ndryshme që mund të keni pasur, ose diçka të kësaj natyre. Kanë pasur shumë gjëra, po këtu janë ndahen gjërat nga data 22, 23 dhe vazhdimësia, do thonë që të keni juve të shenjë sa Akrepit, se kjo do thotë edhe mundësi, po meqense me datë 22 dielli është futet në shigjetar, juve ju jep mundësi plus në ato ndikimet që kanë bërë Jupiteri është planeti i shfatjes i zgjerimit, disa planete janë në shenjën tuaj, por kjo bën që juve të jeni shumë korrekt me gjërat që doni të bëni. Kemi datën 23, Mërkuri në trekëndësh me Jupiterin, i diçka shumë e madhe, për juve të shenjës së ajrit, çështja lotarie do ishte idealja, e keni mundësinë, lotaria është dhe puna që, no? Kemi gjithashtu nga dreka, kemi diellin gjashtkëndësh me Plutonin, ku na ndihmon shumë për të zgjidhur problematika të ndryshme në fushën e karrierës ose të dashurisë. Kemi datën 25, ku Mërkuri në lidhje me Afroditën, në një kënd që është perfekt, është mundësia për zgjidhur çështjet e pazgjidhura dhe është një moment shumë i mirë tani mbi takimet që do të bëni dhe mbi ndryshimet që do të keni, sepse është koha juaj dhe momenti më i mirë. Kemi datën 26. Kemi Afroditën në trekëndësh me Jupiterin, kemi një mundësi shumë të mirë sepse këtu zgjidhin disa probleme që pa mundësi të zgjidheshin më përpara. Dhe është një moment shumë i mirë tani dhe tepër pozitiv. Gjithashtu kemi datën 27, Afrodita në trekëndësh me Saturnin, kemi datën 28, kemi ndikimin e Saturnit, ku do të ndikojë Saturni se kthehet në rrugën e drejtë. Është një mundësi shumë e mirë këtu. Lidhet me ekonominë, lidhet me pasuri paluajtshme nëse keni diçka të së mundur. Kemi datën 29. Mërkuri kthehet në rrugën e drejtë në Akrep. Kemi datën 30 ku Afrodita në krahun e kundërt që ndikon shumë në disa çështje që siç janë të shenjës
së ujit ndikojnë shumë këtu, pa kujdes do të bëjnë, jo në diçka çfarë mund të ndodhi. Kemi datën mbas dite të datës 30 kemi afërditën e trekëndësh me Neptunin, plotëson disa dëshira që neve kemi, dhe me punin, dhe me karrierën, dhe me ndryshimet e tjera që mund të ndikojnë, por kjo mbetët për të parë në përgjithësi. Kemi datën 30 ku afërdita shkon në Shigjetar, ku këtu ka diçka shumë të madhe dhe tepër pozitive për marrjen e vendimeve të rëndësishme që mund të kemi ose mund të ndryshojnë në lidhje me punën, në lidhje me anën e biznesit. Nëse duam që neve të nisim diçka në ditët më të mira të muajit të përgjithësit, por në veçanti mund të veçojmë që në lidhjet solide kemi disa gjëra që mund të komunikojmë, mund të nisim diçka që neve na duhet për të bërë sa gjëra të mëdha, domethënë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, ndryshime pune. Kemi kohë përshtatshme në fakt, edhe për ndryshime që do të kemi, domethënë tani që ndodhemi në muajin që jemi në vazhdimsi, në vazhdën e peshor, e spor, kjo do të thotë që ka diçka deri me 31 që mund të ndikohet për juve, por fill pastaj nga lidhjet që mund të bëni, lidhjet serioze dhe lidhjet që kanë bënë ju jeni në diasporën e larg, ka bënë shumë data 13 deri me datën 29. Është një periudhë perfekte, është një periudhë shumë e mirë sepse edhe planetet që ju lexova, atëherë veprimet dhe vendimet bëhen në këtë datë. Kemi në çështje ekonomike për shembull, që ju keni për të hapur një biznes, keni për të bërë diçka, keni për të nisur një diçka të re. Këtu lidhet shumë data 25 me 30 ku mund të bëni gjëra që është në të mirën tuaj dhe mundësive që mund t'ju jepen. Kurse në lidhje me çështje të tjera, nëse do flasim vazhdimësia ose korrektësia juaj në punën tuaj ose i punë të re, mund të kërkoni në data 4 dhe me datën 10. Ditët e vështira, nëse keni mundësi të shënoni, kemi datën 4, 19, 21, 30, 11. Në këto data nuk mbyllim kontrata, në këto data nuk bëjmë punë të mëdha që të kenë vazhdimsi në atë, në kohë sepse mbyllet shpejt edhe nuk është koha më e mirë, domethënë, edhe mund të prishni dhe disa ekuilibra dhe kjo nuk është në të mirën tuaj, sepse mund të fliten shumë gjëra, por ajo që juve e keni, për shembull, dua të nisi diçka. Nëse unë kam marrë leje ndërtimi, vini re thjesht se ka një kuptim kjo. Nëse do ta marrim kështu, se kjo është kënaqësi që më ndiqni ku do jam. Presupozojmë në çështjet ekonomike ose të vazhdimësisë së lejeve të bisedave që më bëni. Bëni me datën 4 dhe me datën 10, ose stabilizim ekonomik ose çështje kreditimesh. Nuk dalin lekë të vëlla. Do të marrë një 100-200.000 se kam biznes. Tani shfletohen letrat e rëndësishme dhe që djegin. Ka të bëjnë shumë. Dhe shikoni vetë, nuk u thot jo, çfarë u kam thënë e keni atje se nuk do të bëj. Lavdrohem unë kush jam unë. Përballë krijuesit zero. Krijuesi ka dhënë të me vlerë këtu për të jetuar edhe për të dhënë disi të kuptojmë pak në atë të shkencës, të atë gjërave që neve duam. Dhe të përkasim disa gjërave që bëjmë diçka në ndihmën e njerëzimit, sepse kjo vjen gradualisht me njerëzit. Por sa është qartësia në këtë? Apo është mjegull, e turbullt, që nuk e kuptojmë, nuk e ndajmë dot. E po ndaj, sepse ajo shikohet vetë me lapse me letër. Nuk është nevojshme të them unë që ti mos e bëj sot. Sot, nga kjo orë mos e bëj sa prish punë. Ku në kohë, ti je më mirë se më mirë prishet. E bëje se të vjen. Edhe kjo është ajo çka ke ti dhe çka do të ndryshoj. Dhe është koha më e mirë pozitivitetit 13 me 29 dhe ndikimet e lidhjeve për shembull, sepse thoni nga njëherë juve që një ndarje e dhimbshme, shumë e dhimbshme madje, dhe thoni në vetveten tuaj që kjo nuk ka shanse më të rikthehet. Por jo, kjo vjen në lidhje me anën dhe ndikimin e çështjeve që kanë të bëjnë me pozitivitetin,
me karrierën, me gjëra që do të ndikojnë në lidhje me çështjet e tjera që mund të lidhet. Por mundësia është që e gjithë kjo gjëra, e gjithë historia ka një mundësi që juve t'ju nxjerrë faqe bardhë në ekonomi, t'ju nxjerrë faqe bardhë në ato që doni të bëni. Dhe kjo është mëse pozitive dhe mëse e mirë. Por nëse ne flasim, ka të bëjnë me një komunikim këtyre lejeve, gjërave, pra mos e harroni në lidhje me këtë çështje 14. Është idealja, po a them me pikën e presë Jorgo. Por një gjë do të keni kujdes, që do të jenë të lodhshme ditët që janë data 4, data 19, data 21, data 30, janë mjaft vështira. Për sa përket asaj çka janë, asaj çka bëhet dhe asaj çka juve doni që të përçoni ose të realizoni gjërat e juaja që juve keni, sepse keni të drejtë madhe, por kush va di. Dhe këto pra janë në këtë drejtim. Tani, para se të fillojmë me parashkrimin e 12 çemeve zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë që të kuptoni astrologji dhe nëse doni dhe e shihni veten për një parashkim ose për një hartë astrologjike vjetore për gjithë vitin për shembull, si mund ta merrni dhe si koston, çfarë marr atje, e keni atje gjitha, nuk është ta mund tek astrologu.al. Mund t'i shikoni, ja pra ku e keni atje. Vini veshin, shikojeni mirë, dhe më pas, duke bërë zgjidhjen, sepse kjo varet pastaj nga juve, se si juve ju pëlqen atje, pastaj duke e bler, dhe më pas, shkoni tek sekretaria, është ajo e kuadrati vogël që shikoni atje që vendosit të dhënat e juaja atje. Duke vënë të dhënat, vendosit të dhënat e juaja atje dhe pastaj jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, nëpërmjet WhatsAppit, edhe lëm një orë, një takim online, edhe flasim për gjithçka juve intereson. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti, se fjala live është fjala e huaj, por drejt për së drejti kemi ne. Por neve, atëherë, juve direkt dërgoni, që shkoni të dërgoni mesazhin, e klikoni, e shkoni dhe pastaj dërgoni mesazhin për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, një shenjë që kërkon vëmendje, një shenjë që kërkon kohë dhe mundësi. Kjo do të thotë shenja e dashit. Për shenjën e dashit, duket se kjo periudhë është një periudhë që mund ta them me bindje të plotja, që ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në punë, në karrierë, në ndryshime që do të keni. Edhe kjo do thotë që po, juve gjithmonë dini çfarë bëni, sidomos 10 ditë i parë në fillim të 10 ditë të parë që juve të shenjës tuaj që keni mundësinë për zgjidhur çështjet e juaja ose lidhje me karrierën ose lidhje me një çështje ligjore. 10 ditë i dytë ka të bëjë shumë me çështje penale që ndodhen në diasporë, për shembull Anglinë marrim, ne? Se shejzjarri, keni juve jeni shejzjarri dhe keni sepse jeni shumë të ndikuar dhe përshpejtoni gjërat. Por nga ky përshpejtim, edhe pse me disa problematika të vogla që mund keni pasur ose gjërat kanë qenë ndryshe, keni menduar ndryshe. Por unë ju them që është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime që mund të merren, dhe kjo bën që vërtet juve jeni me fat në fushën e karrierës suaj, sepse karriera juve ju ka duk në fakt. Edhe kjo do të jetë diçka shumë e madhe për juve, një armë e fuqishme për një të ardhmet afër. Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse me sa duket këtu, i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjidhjen e duhur. Dhe kjo do të thotë që e kam mundësinë dhe realizoj planet e mia. 10 ditë që tret, edhe pse nuk i pëlqen ajo punë që ka, duket se tani ka rrokuar dhe momenti
që ta zgjidhni një herë mirë këtë problem që keni pasur në fushën e karrierës. Mos harrojmë se nëntori është muaji i jenive, ata që kanë shpirt, do të jetë shqiptar që do të dëgjojmë deri në fund vitit, të bëj har kohor tani, që do jetë shqiptar që do bëj emër nëpër botë, siç kemi njerëz të tillë, dhe ky vit do jetë vit i suksesit dhe i mundësisë për Shqipërinë tonë të dashur, që do kemi, e kam thënë që do vinë të tjerë të punojnë në Shqipëri, do kthehen, shumë do kthehen, nuk është teori konspirative, se unë nuk merrem me këto dhe nuk besoj domethënë gjëra të tilla, por në bazë të dhënave të planeteve, të këndeve që bën Shqipëria dhe në mënyra se si renditen, është shanse më i madh. Neve kemi këta. Ju e shikojnë dhe vetë çfarë po ndodh. Dhe ku jemi akoma prinsë, kemi deri në 2030 në mohabet. Por gjithsesi, juve të shenjë së dashit keni mundësinë dhe çështjet më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë për sa i përket kësaj periudhe, për sa i përket gjërave që keni, mundësive që do të jepen. Në çështjet që kanë të bëjnë me një pasuri të paluajtshme, keni pasur disa probleme juve. Këto janë probleme rutinë fakt, po ngelen probleme. Keni një pasuri të paluajtshme që e keni dhënë për ndërtim ose e keni dhënë me qira. Problemi është qiraja, problemi që ndryshe mori ai zoti, ndryshe i dolën gjërat, lek janë pa paguar, juve keni problem sepse nuk keni lek në dorë, sepse ka të bëjë shumë kjo mungesa, por gjithsesi kjo do marrë zgjidhje. Po kur do marrë zgjidhje më Jorgo, do të thoni, sepse neve plasëm ka të bëjë shumë, dhe di që tretë ka më shumë këte. Atëherë i bie që tani në këtë periudhë janë disa gjëra që do të arrihet, edhe pse ka të bëjnë me anën e punës, në lidhje me disa gjëra që vërtet duket se tani për tani mund të jetë e pamundur, por fillohet, sepse ky muaj nga nëse do marrim domethënë 2023-shin, 2024 ka qenë një vështirësi tek juve në çështjet e pasurisë paluajtshme ose gjëra dokumentacionet, padrejtësitë që janë bërë, gjëra të kësaj natyre, por këto nuk ju prishin akoma juve këtë rregullin, sepse juve keni të gjitha mundësitë dhe kjo duket se është një moment tani, është një moment shumë i mirë që do ta zgjidhni vetë juve. Është koha dhe momenti i duhur. Në çështje shpirtërore keni pasur një ndarje me peshore të dhjetëdhjetit të tretë, e zgjidhni problemin, sepse është një kohë shumë e mirë, sidomos lidhjet afatgjat ose ato që kanë mundësinë që ta zgjidhin këtë çështje, ka të bëjnë shumë dash peshore ku jenë zgjidhja, kemi gafore bricjap, pra dash peshore, dash gafore, dash bricjap të dhjetëdhjetit të parë, ku është një mundësi shumë e mirë për të marrë zgjidhje. Por bisedimet bëni në 15 e parë të këtij muaji, sepse është një muaj mjaft i mirë në lidhje me zgjidhjen e problematikave të ndryshme, është një muaj i mirë në zgjidhje me disa konflikte që mund keni pasur dhe mund të arrini në zgjidhje të gjërave të mëdha në çështjet e juaja. Por gjithsesi keni kujdes mos u ekspozoni në gjëra që doni të bëni, sepse nuk është në të mirën tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që zien për të vërtetën dhe e jenë të drejtën, që do të thotë shenja e demit. Shenjës së demit duket se keni mjaft mundësi, nëse flasim për mundësi në lidhje me punën, po, është një moment mjaft i mirë dhe i zgjidhshëm, sidomos dhjetëdhjetit i parë, ka gjëra që vështirë t'i zgjidhni më përpara, por kjo periudhë, ky moment është momenti më i duhuri në çështjet ekonomike financiare, për juve që
keni pasur probleme me konflikte prone në pronësira të ndryshme, do t'i zgjidhni sepse disa kanë për të trokitur në derën tuaj, do të trokasin duan sepse është vetë puna e tillë, është vetë konjunktura jo çka ndodh dhe është një mundësi shumë e mirë. Kemi një rrugtim mjaft të gjatë në lidhje me çështjet e financës dhe të biznesit. Kemi një rrugtim të gjatë rreth ndryshimeve dhe mundësive që vijnë tani e tutje, edhe pse juve jeni pak në dilemë për sa i përket të dyshoni për diçka që keni qenë në një vend pune. Këtu do t'ju thosha, keni kujdes e shikojeni këtë në detaje, dhe dikushi vjen dhe përmundohet të zërë vendin e punës. Mirë po, nuk e din ata se nga keni ardhur juve. Ajo që do të duket është mirë që të mos flisni fare. Ajo është arma më e fuqishme, se do bën disa pyetje, se pyetje të tjera, por këto rrahin për të marrë informacion. Në thonjza, vjedhje informacioni. Unë kam marrë nëpërmjet filanit të puna, unë kam bërë këtë, kam bërë atë, dhe ai më ndihmoi kështu, sepse ka qenë kjo datë, foli me filanin. Këtu mbyllini këto që po them. Sepse do prishni punë vetes tuaj. Ata nuk e kanë ndërmend. Ju e keni dëgjuar që edhe nga kolegët që disi puna po kështu e dëgjova për ty, do bëj lëvizje këtu brenda, do lëviz. Dhe ju është bërë hera e tretë që ju bëhet juve kjo. Mirë po, kjo vjen një individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni edhe çfarë do të bësh, po gjithsesi nuk është çështje reklama, kjo po është çështje pune. Në anën tjetër, juve e dini, jeni ndjeni. Do keni kujdes, ju që punoni nëpër bankat, ju punoni në dogana, ju punoni në exchange, në tregti. Mos tregoni çfarë merrni dhe sa e shisni. Ky është një sekret shumë i madh. Gabimet më të mëdha që bëjnë njerëzit është që po ke mundësinë për shembull, ose më saktë e gjen mundësinë për të zgjidhur një diçka. Sa është e mundur të zgjidhet? Është e mundur të bëhet një gjë e tillë që juve të jeni të qetë? Po. Nëse juve keni dhe bisedimet që do bëhen gjatë gjithë kësaj periudhe, ky është muaj vendimtar për 2030, ta merrni vesh juve, për gjithë shenjat, se nëntori ka ëmbëlsirën, por ka dhe të hidhurën. Neve nuk i ruhemi ëmbëlsirës, i ruhemi të hidhurës. E hidhura është ajo. Por mirë po, çfarë mund t'i bëjmë, si ta parandalojmë? Është dhe bëhet koha që ndodhin këto fenomene, është në mundësia që sado kanë të bëjnë me shembull me çështjet e punës, ose kanë të bëjnë me disa gjëra që nuk kanë qenë ashtu siç duhet, ose më saktë ndryshe pritshë, ndryshe u bë, ndryshe u realizu, por meqense tani për tani kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, dhe për nga fundi muajit, nga data 26 deri në datën 30, ku janë disa ndryshime që do bëhen, këtu bëni pa kujdes ju, sepse mund t'ju flasin fjalë, domethënë që jeni juve fajtori, domethënë pa pasur asnjë problem, por të tjerët vendosin për juve. Punë e madhe, se çfarë flasin ata, çfarë bëni ju ka duk, jo çfarë thonë të tjerët. Duket se juve të shesë demi të dhjetëdiqit të dytë, keni mundësinë për të zgjidhur gjëra të mëdha në këtë drejtim. Por të 30 diqet në përgjithësi i kanë mundësinë për zgjidhur çdo lloj çështje, teme, pune, biznese, ju që nuk keni disa para të mjaftueshme për të hapur biznes, por koha ka treguar që ju jeni me fat dhe do ja arrisni qëllimin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të 10 diqit parë, me luan të 10 diqit që është perfektja, një vëmendje do të bëni me akrep. Edhe pse ka pak ndryshim dhe mundësi, por është edhe koha që juve të nisni një rrugtim të ri drejt asaj çka doni, drejt asaj çka juve pretendoni dhe kërkoni. Në fundit jeni juve që e bëni gjëra siç i doni juve, jeni juve që arrini te ku doni, dhe kështu që kjo është diçka shumë e madhe dhe është mundësia për zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku këtu vërtet
gjërat janë ndryshe dhe fliten ndryshe. Sepse ka të bëjnë shumë me ekonomin, ka të bëjnë shumë me punën aktuale që keni, dhe do t'jepet mundësia të merrni dhe punë tjetër. Që kjo shenjë quhet binjakët. Sa i përket juve të shenjës së binjakëve, ka diçka që jep mundësi dhe kohë në atë që doni të bëni. Është shumë e rëndësishme periudha kur nisin gjërat, se jo se ka të bëjnë me probleme ose me çështje të punës, se juve për punën e keni si punë, por të tjerët të flasin për juve sepse ka të bëjnë shumë me çështjet e financave, ka të bëjnë shumë me disa çështje rregullimesh. A thua ti se të gjitha punët do t'i bëri binjaku? Binjakët kanë kohë që merren shumë me punën, merren shumë me vazhdimsinë, janë korrekt për atë çka bëhet. Por gjithsesi kjo lidhet edhe me çështjet e tjera që kanë të bëjnë me anën e biznesit, kanë të bëjnë me punën aktuale që kanë tani. Është një mundësi shumë e mirë edhe tepër ideale, korrekte nga ana juaj. Dhe mundësitë që juve do të keni tani e tutje, ku gjërat janë ndryshe, është mundësia. Sepse jeni shumë korrekt me punën tuaj, jeni shumë korrekt me angazhimet që do të keni. Angazhime do të thotë, vërtet punojte një punë stabil, por me qenë se punëdhënësi ka thënë që do ndihmosh edhe këtu, në këtë sektor. 3 orë, 2 orë, këtë ju. Por ai 2 orë ose 3 orë, është punë e dytë. Shumë shpejt, juve të dhëdiqit të dytë, mund t'ju bëhet një propozim shumë i rëndësishëm. Dhe ky është një propozim që gjërat jenë krejt ndryshe nga situata që ka qenë, dhe është një moment shumë i artë, në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me mundësi që do dalin. Dhe kjo do thotë që juve i keni dhe jeni në anën tuaj dhe pozicioni i planeteve do që juve të dini çfarë do të bëni në vazhdimsi. Gjithashtu, dhjetëdiçi i tretë i shenjës së binjakëve lidhet shumë me të ardhmen, më shumë se të tashmen. Nëse flasim këtë muaj, është më i lehtë se dhjetor, se dhjetori ka shumë ndikime, po do flasim edhe atëherë, por gjithsesi, juve të kësaj shenje 30 diqët, mirë është të rishikoni gjërat në detaje. Në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet që do të bëhen, do ndryshojnë shumë, të arrini atje ku juve e keni vënë piketën, që t'ja arrini të qëllimi. Nuk kanë një punë, personë që s'ka një punë, ose janë në pritje për një punë të re, është e mundur të ndodhi. Po, në 15 ditën e parë, ka diçka shumë të madhe për juve. Në çështjen e dashurisë, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetarët e 10 diçit parë, me virgjëresht e 10 diçit që është perfektja, të 10 diçit të tretë është perfektja, kurse me dash pa kujdes sepse janë pak përshpejtojnë gjërat edhe nevrikose me të drejtën e tyre, por kërkohet vëmendje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku gjërat janë krejt ndryshe, por momenti është perfekt, që do të thotë shenja e gafores. Përsa përket gaforeve, për gaforet do të thosha që kanë pasur shumë ndryshime dhe mundësi në një kohë. 10 diçit të tretë, ata që kanë lindur në fund të 10 diçit të tretë,
ka një shans shumë të madh. I fundit i edici 3 do të thotë mbas datës 15, 16, 17. E tutje. Ka një indikim shumë të mirë. Favorizimet janë shumë të rëndësishme për punën. Koha që ndodhin fenomenet ku gjërat janë më të qeta, do jeni zgjidhje në fushën e punës suaj sepse ka diçka shumë të madhe tani ku keni një të mirë sepse dini ku veni, dini ku do flisni dhe dini ku do të heshti. Do vinë një moment për juve miqtë e Gafores, nuk do të kuptoni, shenjë uji, ku do shkoj. Periudha më e artë që vjen është kjo. Është nëntori. Se juve në nëntor fillojnë punë të reja, në nëntor keni pasur martesa, në nëntor keni pasur lidhje të reja, në nëntor keni pasur udhtime, në nëntor keni pasur, keni lindur. Po, më shkruani në inbox, edhe shikoni se sa janë të kësaj shenje, sepse ka diçka shumë madhe. Ka diçka që arrihet dhe në lidhje me suksesin, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me karakterin tuaj që ve keni. Dhe kjo është diçka shumë e mirë dhe e gëzueshme në ato që bëhet. Por gjithsesi, të tre edicitet kanë atë mundësinë e artë që ju jepet, sepse tani për tani këta edhe pse lidhen me punën, lidhen me disa gjëra që tani thonë që po mirë, nëse kjo nuk ndodh për një punë ose një tjetër, do marrë diçka tjetër, po dyert janë të hapura. Për ju ka ngelur vetëm kjo që ta nis diçka dhe ta përfundoj. Një periudhë, që quhet periudhë e artë, që keni është mbas datës 15, ku juve keni mundësinë. Është mundësia sepse do t'ju duhet të bëni gjëra të mëdha në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Është koha që është perfekte. Dhe jeni mjaft të përgatitur për karrierën, të përgatitur në ekonomi, stabilizime, ndryshime, po, dhe këta ndryshimet të një pasnjëshme, ku për juve është diçka fantastike dhe tepër ideale. Në lidhje me disa çështje që kanë bëjnë me jashtë, sidomos në Gjermani, kanë bëjnë të Gafores, edhe në Kanada, është një mundësi shumë e mirë, mjaft perfekte në takime që bëhen, në marrje vendimesh edhe koherent me kohën, me ato që juve doni të përcjellni, sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Në lidhje me para, disa para të marra do t'i merrni, të 30 diçet është kohë shumë e mirë. Në dashuri do thosha që lidhjet afatgjat që kanë bëjnë janë me britsjap të 10 diçit të tretë, janë me virgjëresh të 10 diçit të parë, janë me dëm të 10 diçit të tretë. Ka diçka shumë të madhe, sepse nga njëra anë juve mundoheni shumë për zgjidhur problematika të ndryshme nga më të ndryshme ndodhin ndonjëherë. Jeni edhe në kohën tjetër, në anën tjetër më të mirë sepse çdo periudhë ka të vetën. Momenti që del tani e tutje është një kohë shumë e përshtatshme për zgjidhur çështje problematike. Po juve nuk keni diçka që themi që kujdes atje, sepse janë të zgjidhura. Dhe kjo bën që juve në 15-shën e dytë të përgatiteni jo për nëntorin, po për dhjetorin e tutje. Do shkojmë në një shenjë tjetër tani, do shkojmë në një shenjë zjarri me potencial ndikim ekonomik dhe ndryshim pune. Vazhdimësia e së ardhmes është e sotshmja, që do të thotë shenja e luanëve. Përse përket luanëve? Luanët duket se tani për tani gjërat i kanë në vi. I kanë në vi pse? Sepse ja kanë bërë hizmetin. Nëse të flasim për luanët e 10 diçit parë, do flasim ka qenë problematik në muajin shkurt. Dhe e kanë zgjidhur në muajin maj. 10 diçi dytë,
që ka një çështje prone, që nuk e ka zgjidhur akoma, por po merret me këtë gjë. Mirë po, frika ruan vreshtin. Njëra anë. E dyta, koha është në favorin tonë. Dhe e treta, edhe është më e suksesshmja, që e mbyll një herë mirë kalvarin e problematikave të pasurisë, të gjërave që do ndikohen, sepse do bën kaq ndryshime ku po të shikoni në janar, në dhjetor të 2024-s, për 2025-ën, e të shikoni ato që ka ndodhur tani, nga janari deri sa po flasim tani, në nëntor, i keni atje. Vetëm ju thjesht e shikoni dhe në njerë thua s'ka mundësi, po ja pra që ndodhen. Dhe ndryshimi më i madh, ndryshimet e mëdha kanë ndodhur prej shumë kohë, por tani ka ardhur momenti, ka ardhur periudha ku çdo gjë shikohet me lupë. Dhe akoma do kemi ndryshime. Nuk do jetë më si më parë. Kjo do të thotë që sado vështirësi njeriu do mbijetoj, çdo vështirësie. Nuk diskutohet që do kemi tronditje shtetesh, do kemi problematika, do tundemi, do shkundemi, por një gjë thot Jurgo Pulla, që nuk tremben malet nga dëbora. Këtë ta keni parasysh, ta mbani mend. Mos dëgjoni se çfarë erdhi fundi botës, do bjerë kjo, do bjerë ajo. Sa hindër e mira shekuj, miliarda vjet, ka ndodhur, ndodhin dhe do të ndodhin. Mos e shikoni dhe mos u stresoni se çfarë flasin, se jemi bërë pak si shumë tani, jemi bërë dhe gjitholog. Mos merr këtë, mos merr atë, mos ha buk, mos ha gjë, mos ha këtë, ne do të jemi domethënë bëmi në fushën e robotikës. Jemi robot fare, ne mos ha buk fare. Lëm gjëra të tjera. Në një kohë që të parë tanë, së gjyshit tanë, buk tha tani dhe ishë shëndetshëm. Tani shëndetin e blejnë e parë. Gjithsesi, ka diçka që ndodh, se ky muaj është muaj i seleksionimeve të çdo gjëje, seleksionojnë dhe mos mjekësisë, dhe mos gjëra që ju e keni. E flas tek Luanët sepse Luanët janë marrë shumë dhe problemi është se i padituri bëhet i ditur dhe i ditur i paditur. Dhe është një problem shumë i madh sepse flas, jo flasëm kupton, po flas dhe nuk do dëgjoj. Ka diçka shumë të madhe në lidhje me takimet dhe me gjërat e tjera që do të kemi ndryshime dhe mundësi të arta që vijnë nga kjo periudhë. Duke pasur parasysh një kohë që është mjaft e mbar dhe është e koha që juve të prisni pak nga pozicionimi i planeteve, sepse do ndryshoni nga data 17 deri në datën 30, është koha juaj. Është ajo çka prisni, është ajo çka rregulloni. Në fushën e dashurisë duket se Luan ujor, Luan dem është idealja. Kurse me binjak kërkohet pak kujdes, jo për arsye se ka të bëjnë me çështjet e financave, por ka të bëjnë me komunikimin edhe ndryshimin se çfarë doni të bëni dhe shpenzimet që juve keni. Ky muaj është muaj që do t'ju kontrollojë në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që vërtet realizon, komunikon, studion, ndryshon disa gjëra dhe do marrë një vend pune, aty ku i takon, që është shumë herë më lartë se sa duhet. Kjo i përket, dhe kjo është një surprizë, që kjo surprizë shkon për shenjën e Virgjëreshës. Periudha
E shenje, juve të shenjës së virgjëreshës, edhe pse keni pasur mjaft probleme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me disa ndryshime, por këto janë ndryshime rutinë, do thoshte, se virgjëreshat kanë pasur mjaft çështje delikate në këto 3 vitet e fundit, por meqense 2025 ka qenë një ndikim, një shtys që juve të shikoni tani tutje çfarë do të bëni, sepse jemi tani, afrohemi, dhe një muaj në ndanë 2025 me 2026, ku do të thotë shumë çështje të rëndësishme do fillojnë të ndryshojnë. Ndikimet janë shumë të mëdha në lidhje me punën, lidhje me karrierë, lidhje me stabilizimin, startimin, mundësitë që jepen në kohën e duhur. Është diçka shumë e rëndësishme për juve të kësaj shenje, sepse nga njëra anë mund të keni shumë përfitime në fushën e punës dhe të karrierës suaj, por meqense kjo ka të bëjë shumë dhe si çështje pune, dhe si çështje rregullimi, se duke parë që juve i keni të gjitha mundësitë ose çështjet vendimtare në karrierë, se lidhet shumë me karrierën dhe kjo është një diçka që për juve është pozitiviteti dhe mundësitë. Po të shikoni dhe vetë se ky muaj nëntor do mbyllen shumë gjëra, shumë çështje të pambyllura, të pazgjidhura. Dhe kjo është diçka shumë e madhe për juve që jeni shumë të fituar dhe është dhe momenti, pozitiviteti, koha, karriera për juve që mund të stabilizoni gjithçka dëshironi, sepse është koha më e mirë e mundshme për të qenë ndonjëherë në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve dhe të komunikimit. Pra është diçka shumë e madhe, prandaj bini pas nga tani, se nuk keni kohë për të humbur. Dhjetëdiqi i tretë sidomos duhet të filloj të nisi diçka të re sepse e ka mundësinë. Sidomos në 15-diqin e dytë dhe 3 ditët e para të këtij muaji ndikojnë shumë dhe japin mundësi për të zgjidhur çdo lloj problemi që ju keni pasur. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e dhjetëdiqit të parë, kanë të bëjnë me shigjetarët e dhjetëdiqit të tretë, ku është një mundësi dhe një periudhë shumë e mirë, dhe kjo do të thotë me takime, me vendime, shumë të rëndësishme do të merrni për të dashurën apo të dashurin tuaj, një fejesë ose një fillim, një ndikim shumë i madh, është sepse tani ka filluar koha dhe momenti i duhur për të rrezatuar, për të përfituar në atë që juve kërkoni. Është diçka në lidhje me peshkun, në lidhje me gaforen, shqyqetarin e dhjetëdiqit të tretë. Me shqyqetarin e dhjetëdiqit të tretë është diçka shumë e mirë dhe tërë pozitive, ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet, fal mundësive që juve keni, fal çështjeve korrekte nga ana juaj. Por një nga mundësitë edhe çështjet e vendimeve që do të merren janë vendimtare në fushën e biznesit tuaj, në fushën e dashurisë së munguar, sepse në biznes me dashurinë janë shkojnë bashkë dhe kjo thotë që kur e keni juve mundësinë dhe do nisni diçka të madhe në fushën e dashurisë, do të thotë që bashkim familjar ose të jeni bashkë, duket se është me shqyqetarët e dhjetëdiqit të tretë, me binjakët e dhjetëdiqit të parë, ku ka ndikim shumë të mirë dhe shumë pozitiv në vazhdimsi. Do shkojmë tani në një shenjë ajri, në një shenjë potenciale në fushën ekonomike dhe një çështje shumë të rëndësishme gjyqësore që e fiton, por dhe i gëzim shumë madh në familje që e pret, që kjo do thotë e ka emrin peshorja. Përsa përket juve të shenjës së peshoreve, duket se kjo periudhë mjafton që juve të keni diçka shumë të madhe në ekonomi, në dashuri, në marrje vendimesh të rëndësishme. Të gjitha këto, për ju të shenjës së peshores, keni çdo mundësi dhe çdo kohë që juve doni të nisni i diçka pozitive. Është momenti i artë në lidhje me këto gjëra, sepse nga do që ta kthesh, si do që të vinë gjërat, është momenti dhe mundësia me mire mundshme në punë, mbi marrjen e vendimeve të rëndësishme, mbi çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale, me ndryshimin, me mundësitë të arta që keni, dhe një nga momentet më të mira që janë, është koha për të parë se çfarë do të bëni në vazhdim. Është koha për të vepruar në lidhje me takimet, për të vepruar në lidhje me punën aktuale që juve keni, sepse është një diçka mjaft e mirë
dhe surprizuese, nëse ta marrim këtë, është një kohë mjaft delikate por e kënaqshme. Lidhje me punët, lidhje me karrierën, lidhje me çështje të tjera që do të shikoni, ka të bëjë shumë me këto gjëra. Nëse do më thoshit që se çfarë nisme ose çfarë mund të bëj për shembull peshorja në lidhje me një udhëtim, se preti dokument, ky dokument ka dalë. Vetëm duhet të veni ta merrni. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë tani. Është koha për të marrë këtë dokument dhe të pozicionoheni tamam atje ku duhet, sepse kjo periudhë është më e mira e mundshme. Ky nëntor është ndryshe nga 5 nëntorët që kemi kaluar, pra 5 vitet e shkuara. Do shikoni edhe vetë ku çdo gjë ndryshon, çdo gjë ndryshime drastike janë, por janë në favor. Në shumë të raste dalin jo të favorshme në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me karakterin tuaj, sepse varet shumë kjo që juve keni të bëni me punën rol drejtues, ose keni të bëni me diçka që për momentin mund të mos ndjeni boshllëkun e punës ose të gjërave që keni pasur, po keni edhe disa gjëra të tjera të mira, në pozitivitet, dhe keni diçka të mirë në punë, diçka shumë pozitive dhe shumë e rëndësishme për sa i përket ekonomisë, për sa i përket çështjeve dhe vendimeve që do të merrni, ku kjo periudhë është më e mira e mundshme për sa i përket stabilizimit dhe çështjeve ekonomike. Ana tjetër, ka të bëjnë me një mundësi e artë kjo, që lidhet me një punë që stabilizimet që kanë të bëjnë, janë jashtë, do të thosha unë, atje do të bëni një blerje dhe ditë që i parë. Me stabilizimin e punës dhe një blerje që keni përbërë për shtëpia, për pasuri paluqme. Kjo mund ndodh në çdo vend botës edhe keni edhe mundësi. Këtë mund ta bëni. Kurse në 10 ditë që i dytë dhe i treti, në kombinim me në Shqipëri apo jashtë, kanë mundësinë që ta zgjidhin këtë problem, sepse ky muaj mbyll çështjet nga më të vështirat. Shpërthen në gjërat që kanë ndodhur dhe do që të mbyllen një herë e mirë, që t'i vend ka pak gjithçkaje, mos hapen më dhe të mbyllet kjo çështje. Do keni një gëzim shumë të madh të gjitha shenjat në këtë muaj, por me që jemi tek peshorja, ku çështje kredish, do jenë zgjidhja. Kredi që keni pasur 10 vite, 12 vite, me probleme, do shpërthej një skandal shumë i madh. Dhe ky skandal përfitojnë njerëzit e thjeshtë, sepse zihen nga disa gjëra që do shikoni dhe do kujtoni se deri në 2030 ky har kohor, po kush dëron për nesër jo 2030 do thoni juve, drejt keni. Por është periudha tani që ka filluar, që ka filluar në fakt që është në mars të 2024-s, gradualisht është duke u rritur lava dhe shumë do djegi dhe do shpërthej. Por shpërthen një vend që nuk do të dëmtoj njerëzit rreth e qark, me mburojet e tyre të jetës, të drejtësisë, të asaj çka është. Gjithmonë drita fiton ndaj errësirës. Gjithmonë jeta dhe dia është arma e fuqishme, duhet të dish që të jetosh. Duhet të dish, më tepër të dish, se sa të kesh. Të gjitha këto mbyllen dhe fillojnë rrugtimi drejt së ardhmes më lehtë. Mbyllen problematikat, mbyllen gjërat, të tjerë do të trokasin. Kjo trokitje do jetë ëmbël këtë herë, jo me shqelm derës, por me lezet. Kjo është ajo që juve e keni peshorë dashura e do dilni shumë të fituar. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e dhëdhiçit të parë dhe me dem është perfektja, por një grindje keni pasur me peshqit juve, por mos harroni sepse peshqit janë intuitiv. Ka një të drejtë, po kush ua di. Por gjithsesi, ky kombinim për mua si Jorgo është perfekt. Me dashin e keni përballë, nuk e diskutoj, nuk ve ndryshim unë që mund të shkoni në martesë, por gjithsesi, kjo është diçka shumë pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek shenja e muajit, tek shenja e shkëlqimit, e mundësive, e korrektësisë dhe e stabilizimit një herë e mirë të jetës sentimentale, të punës dhe të ndryshimit të madh në fushën e karrierës së tyre. Kjo do të thotë
shenja e akrepit. Përsa përket akrepve? Akrepët duket se tani janë në lidhje me çështjet nga më të mirat mundshme, në lidhje me punën domethënë, kanë zgjidhjen. Dhe kjo zgjidhje, nëse do flasim disa statistika, sondazhet të kohët e fundit, nga 12 zodiakale që unë bëj çdo muaj, bëj për arsye të punës, edhe sa më korrektësi që të kemi ne, në lidhje me atë sa mundohemi që të jemi sa më të qartë, më të kujdesshëm në atë çka themi, çka flasim, sepse ju e shikoni edhe vetë se nuk mund të jemi domethënë neve të flasim sipas dëshirës ose si na vilet vinë, po nuk të lënë këndet dhe nuk të lënë gjërat që do të ndikojnë ose gjërat që do keni juve nga njëra anë mundësi dhe çështje të rëndësishme, nga njëra anë tjetër vërtet se sa mund të sjelli rrugtimi që bëni, rruga e ekonomisë, e paras, edhe ndryshimeve të tjera, por janë mjaft pozitive dhe janë tepër ideale përsa përket korrektësisë, përsa përket asaj çka juve përfitoni dhe stabilizoni çështjet e financave të ekonomisë, por gjithashtu ka edhe diçka tjetër se jo vetëm që do keni mundësinë për të zgjidhur gjërat siç i doni juve, por do keni edhe mundësinë për të arritur qëllimit tuaj në fushën e karrierës, qëllimit tuaj përsa përket vazhdimësisë dhe udhëtimeve. Një dokument që juve do ta merrni të edicionit të dytë, do t'ju gëzoj pa mas. A është kjo e kadastrës, që do vuani shumë? A është kjo për një çështje tjetër që e prisni dhe keni fituar gjyqin, po çështje kohe? A prisni diçka në familjen tuaj, sido që tjetë? E mirë se ardhur është dhe gëzim është, nuk është hidhrim. Dhe kjo do të thotë që është mundësia për juve të kësaj shenje për të vepruar, për të nisur një rrugtim të ri të jetës suaj. Këto 5 vitet e fundit, miqtë e mi të kësaj shenje, jeni torturuar shumë, por lodhja, mësimi, ku juve keni kaluar dete, keni kaluar oqeane, keni kaluar lumej dhe nuk mbyteni në përrua. Kjo është ajo që është ndryshimi mes asaj që unë dua, mes asaj që realizohet. Unë du gjithçka, po çfarë realizohet është koha. Është momenti dhe periudha ku çdo çështje, çdo kohë që kanë të bëjnë, është me mundësinë dhe çështje të rëndësishme që mund të vinë gradualisht në anën tuaj. Pra janë gjërat siç juve pretendoni dhe dëshironi. Tani keni momentin tuaj. Këtë muaj shfrytëzojeni në maksimum. Nga ditë e sotme, po që është videoja, bëni planet për datën 23 që fillon muaj juaj i lindjes. Dhe do shikoni që gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë në atë periudhë tutje dhe tani, që jemi akoma në muajin tetor. Që ta kuptoni, sepse flasim, kemi bën shumë herë për para. Nuk presim neve data 1, që të bëjmë parashikimin e muajit. Dhe se kemi të pak në atë aq mundësinë që neve t'i bëjmë përpara. Dhe ndryshimi mes asaj sotshme me të ardhmen është gjigande. Është diçka shumë e madhe që po vjen. Dhe këtu juve futeni në klubin e përfitimeve, me të drejtën tuaj, me djersën tuaj, dhe kjo është më fuqishme se sa ata që fillojnë me hile dhe përfundojnë ku përfundojnë. Por momenti që është tani, koha që është tani, keni të gjithë mundësinë dhe të drejtën tuaj që të dini fitimtar në çështjet e juaja, ato që juve keni nisur dhe keni ndikuar mjaft në punën tuaj për të dalë sa më mirë ato që pretendoni. Në fushën ekonomike, në fushën e biznesit, e kështu me radhë. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm të 10 diçit të parë, me ujor të 10 diçit të tretë, që është perfektja, kurse me gaforët të 10 diçit të dytë është idealja. Dhe kjo është një nga mundësitë dhe çështjet nga më të rëndësishmet që mund të keni për sa i përket gjërave të mëdha financiare dhe të biznesit, se biznesi ka të bëjë me një mundësi dhe gjeni disa çështje
pozitive dhe ndryshime të mëdha që do të diktojnë tani tutje, por nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Dhe është një moment mjaft i mirë që do thotë në lidhje me dashurinë, me juve që jeni jashtë, nëse jeni në Amerikë, jeni në Gjermani, një dokument që do merret me bashkim familjar është mund të ndodhi. Dhe kjo do të realizohet fal zgjuarësisë dhe të drejtësisë tuaj të shpirtit. Lidhjet afatgjat janë me binjak, janë me virgjëresh, janë me peshk të ediqit të parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që sado që lodhet, sado që vepron, vendos, po vjen një moment tani që është koha më e mirë e mundshme që të stabilizoni gjërat ashtu siç dëshironi juve, ku koha ka treguar që jeni me shumë fat dhe do t'ja dilni me sukses në anën tuaj. Kjo do të thotë shenja e shigjetarëve. Përsa përket shigjetarëve, shigjetarët kanë një as në mëng që sado që gjërat vështirësohen, por nga ana tjetër rregullohen, përpilohen, vinë aty ku duhet, sepse juve i keni të gjitha mundësitë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, në lidhje me stabilizime. Dhe disa gjëra konkrete është ajo e ekonomisë, është ajo e vendimeve, ndryshimeve shumë të mëdha që do të keni tani atutje, ku lidhje me ekonominë do jeni drejt stabilizimit, nuk ka shanse të humbisni. Edhe pse një burim të ardhës së dyta vjen tani në këtë periudhë, është një kohë shumë e mirë. Dhe për juve mund të themi, domethënë, është hyjnore ajo që bën një nder dhe nuk e përmendi. Është e drejtë të tjerët ju vlerësojnë, jo juve të vlerësoni vetveten në atë punë që bëni dhe në atë punë që keni marrë përsipër ta nxjerrni me sukses. Dhe suksesi është brenda. Se kur e nisi diçka, juve dini shumë mirë, të 30 diqet që kanë mundësinë, kanë kohën dhe e zgjidhin në bazë të gjërave të mëdha, në bazë të çështjeve që ata kanë në anën ekonomike, që ata kanë në fushën e biznesit të tyre dhe të ndryshimeve të mëdha. Momenti më i mirë dhe koha më përshtatshme që ka të bëjnë në këtë muaj, që është 15 ditë i parë i nëntorit dhe java e fundit e nëntorit. Kemi në dispozicion shumë kohë që gjërat të zgjidhen siç juve dëshironi dhe e keni në plan për të arritur diçka të tillë. Dhe kjo është e arritshme. Është një mundësi, është një kohë që çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet, jo vetëm se me suksesin dhe punën tuaj, por e keni të gjitha gjërat në dorë dhe kjo do dini që t'i përdorni për të mirën tuaj. Dhe ky është një moment shumë i mirë, është një moment shumë pozitiv dhe çdo gjë do t'i rregulloni gjërat dhe ky nëntor do t'i mbylli gjithçka. Dhe kjo është koha, momenti më perfekt dhe më i mirë për të vazhduar, për të vepruar, për të ecur përpara në gjërat që juve keni ndërmend t'i realizoni. Megjithatë, edhe pse keni hasur gjatë rrugtimit tuaj çështje nga problematike, gjëra që vështirë ndodhishin që në mos hashin kurrë, për shembull 5 vitet e fundit, keni pasur mjaft debate dhe shumë probleme në fushën e punës, fushën e pasurisë, në fushën e ndryshimeve, fushën e takimeve dhe udhëtimeve, por gjithsesi është një periudhë tani ku gjërat do jenë mjaft mirë për juve të kësaj shenje dhe i keni të gjitha mundësitë për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket gjërave të tjera që do të keni dhe përveç kësaj jeni me shumë fat sepse jeni në përfundim të çështjeve problematike dhe mbyllen këtu në këtë muaj dhe do shikoni edhe vetë sepse janë gjëra kaq pozitive, janë gjëra shumë të mbara në ato çka doni të bëni. Në fushën e dashurisë, duket se lidhjet afatgjat ka të bëjnë shigjetar dëm të diçit të tretë, shigjetar peshore të diçit të parë, shigjetar peshk të diçit të tretë, ku ky ndikim dhe mënyra se si planetet ndihmojnë
ndikojnë në këto shenja, është këndet që japin mundësin që nuk ka shanse në kohën që lidhen e të zgjidhen. Kjo nuk ndodh, por përkundërzi arrihet në një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv në jetën tuaj dhe në vazhdimsi. Prandaj është koha më ideale. Shfrytëzojeni muajin nëntor, mos i lini as një sekond, as një minutë pa shfrytëzuar, sepse do më kujtoni ka shumë gjëra. Më është 90% muaj perfekt, 10% me pak vështërsi, por janë të vështërsi të kuptueshme. Pra duhet të dini se si të veproni. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë toke, tek një shenjë që gjërat mund mos jenë ashtu siç pritet, por janë në anën tjetër në ndikimin më të mirë dhe më perfekt, sepse shenjat e tokës kanë diçka ndryshe në lidhje me shenjat e tjera, që kjo do thot shenja e britsjapit. Shenja e britsjapit ka një ndikim shumë mirë, që do të thot i kam të gjithë mundësit, por sa është e mundur të realizoj atë që unë kam ëndër. Do thot ëndër do thot puna. Ëndër do thot udhëtimi i largët. Ëndër do thot një çështje ligjore që keni pasur probleme. Këto 3 hallka kryesore janë shumë pozitive për zgjidhur problemin tuaj. Dhe këtu e zgjidhni këtë problem. Sa do me vështërsi, që juve keni pasur vështërsi në fakt, dhe këto vështërsi tani e tutje janë krejt ndryshe dhe situata është drejt përmirësimit për punën tuaj, për çështjet e karrierës, për biznesin, janë disa gjëra që lidhen dhe kjo është një mundësi shumë e mirë tani në këtë periudhë në vazhdimsi. Do shikoni sepse gjërat janë në dorën tuaj dhe e keni mundësin, i keni të gjitha gjërat për të realizuar, stabilizuar ekonominë tuaj. Dhe kjo tregon kohën, kjo tregon momentin më të mirë, sepse sado që mund keni pasur probleme, sado që gjërat janë çështje rutinë më tepër, ose disa gjëra që kanë ngel pas dore, nuk i keni realizuar për një arsye, jeni munduar shumë por se keni arritur qëllimit, megjithatë është dhe koha më ideale për sa përket britsjapëve, sepse britsjapët kanë mundësinë e artë për të rregulluar dhe stabilizuar çështjet e biznesit dhe të karrierës së tyre. Dhe diçka dytë që ndodhet për shembull për juve që jeni në Zvicër, se jeni shenjë toke, juve që jeni në Amerikë ose në Gjermani apo në vendet europiane, keni mundësi për sa përket çështjeve mbyllni dokumentacionin, mbyllni çështjet të lëna pezull, sepse është kjo periudhë që do t'ju ndihmojnë kaq shumë. Ky muaj nëntor është një muaj i veçantë në llojin e vet, sepse sado që të tjerët mund të ju flasin nga gjitha anët, por një gjë të dini ta keni nga Jorgo. Nga një marrëveshje që do bëhet, dhe kjo marrëveshje ka të bëjnë shumë me punën aktuale, ka të bëjnë shumë me gjëra të mëdha, ekonomike, financiare, ndryshime, dhe jo vetëm, sepse duket se ka një mundësi të artë për sa përket zgjidhjes dhe problematikave. Përndryshe, nuk ka vend për të shqetësuar për kohën dhe për momentin, por ka vend për të ecur përpara, për të nisur gjëra siç i doni juve, sepse ka bën vetën edhe në çështjet ekonomike financiare dhe në vendimet dhe ndryshimet që do të keni, por gjithashtu është një moment shumë i mirë tani për të 3-10 ditët për të nisur gjërat ashtu siç i doni juve. Një vëmendje do të bëni flasim për fushën e dashurisë, lidhje që kanë bëjnë me akrep të 10 ditët të parë, gafore të 10 ditët të tretë dhe peshk të 10 ditët të parë, është koha më ideale. Do thoni juve, po mirë, me 3 shenja uji, si ka mundësi që të bëhet kjo lidhje? Po, bëhet, po është e bëshme, është mundësia e ardhur, do thosha unë, dhe koha për të vendosur, për të ecur përpara në atë çka juve keni pasur dhe doni. Është momenti më i mirë i mundshëm. Një bashkim familjar
duket se është me peshorët e edicionit të dytë, ku gjërat janë pozitive dhe keni të gjithë mundësitë për të rregulluar dhe stabilizuar gjërat që juve kërkoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë me mjaft cilësi dhe kohë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, në fushën e takimeve dhe të bisedimeve, që kjo do të thotë shenja e ujorit. Për sa i përket ujorëve, për ujorët në fakt kanë të bëjnë shumë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë shumë me një ndryshim të madh, sepse juve i përkisni shenjave të ajrit. Dhe kjo do bën që tani, sa do të ndryshojnë gjërat, sa do që të vinë gjërat të ku duhet, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim se juve i keni të gjitha mundësitë e arta, në gjithë të periudhë, këtë kohë që juve keni, stabilizimi dhe konkretizimi i çështjeve të financave, të biznesit, të gjërave të tjera që kanë të bëjnë në lidhje me takimet, lidhje me mundësitë që kanë të bëjnë, dhe çështjet që janë mjaft pozitive dhe kanë të bëjnë me diçka që është shumë superiore në anën tuaj, në lidhje me takimet dhe në lidhje me një mundësi dhe një kohë që ka të bëjnë me takimet dhe bisedime që të bëjnë, dhe çështjet që kanë të bëjnë me një ndryshim mjaft pozitiv, korrekt nga ana juaj, por bëni pa kujdes se edhe puna dhe karriera janë dy gjëra që janë kryesore për juve të kësaj shenje, por ujorët duket se janë në punë dhe rrezatojnë atë fushë për sa përket punës së tyre, por do bëjnë ndryshimin e punës. Ndryshimi bëhet tani, është koha tani mjaft pozitive dhe korrekte nga ana juaj. Megjithatë, çështjet që kanë të bëjnë në një farë mënyre të lidhjeve dhe të ekonomisë, sepse do keni disa biseda ju për ekonominë dhe për ndryshimin që do lidhet në anën tuaj, por mos mu shqetësoni fare se nuk duket diçka shqetësuese përveç se një çështje pune, që mund të keni juve të shenjë se ujorit do të lëvizni nga i vend pune, por kjo bëhet lëvizje në të mirën tuaj. Nuk është se ka të bëjnë me anën e financave, ose ka të bëjnë me diçka që nuk shkon. Shkon që ç'ke me te. Edhe mundësitë që kanë bëjnë është më e mira dhe më kërkuesja në lidhje me këto gjëra, sepse ujori i diçit të tretë, ujori i diçit të tretë dhe diçit të parë, që kanë shumë mundësi për të zgjidhur problemet e tyre, por njëkohësisht edhe me akrep të diçit të parë, po që një moment mjaft i mirë dhe një moment krijues për punën, për karrierën, për takimet, për vendimet që merren. Dhe është dhe periudha më e mirë mushën, prandaj bini pas, mos e lini gjërat pas dore, sepse do më kujtoni, ka gjëra shumë të mëdha për sa përket punës suaj, për sa përket asaj çka juve jeni në pritje, sepse është një gjë e mirë kur juve i bëni zhvillimin një pune dhe edhe pse do lëvizni për të mirë, sepse ju kanë vlerësuar dhe ky vlerësim bën që juve të jeni një shkallë më lart. Dhe kjo juve prisni gjë të tillë. Në këtë muaj, për ju që i keni bërë mjaft vite në një vend pune dhe keni dëshirë për të lëvizur ose për të nisur diçka të re, po është momenti tani. Po është koha e duhur për të arritur këtij qëllimi. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Në fushën e dashurisë tani. Në fushën e dashurisë, një kujdes të veçantë do të bëni nëse keni pasur njohje ose lidhje me luan, me akrep, me dem sidomos, mirë është të bëni pa kujdes se gjërat mund mos jenë siç i prisni juve, por është më mirë se sa juve e dini ose juve keni në anën tuaj. Duke pasur parasysh, kjo është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues, konkretizues në punën tuaj, në gjërat që juve do të ndikoheni dhe do të arrini jashtëmase në çështjet e ekonomisë. Dhe kjo do thotë që është një ndikim, një vështrim shumë pozitiv, madje ideal në çështjet e punës dhe në stabilizime të ndryshme që do të keni. Në fushat që keni të bëni me një
juve keni në diasporë, doni të bëni blerje shtëpie, keni mundësinë tani dhe është momenti juaj sepse mund të arrini qëllimit, por dhe kohës që juve keni. Por gjithashtu ka të bëjë dhe me një person të tretë që do të ndikoj, do të ndihmoj për blerje në një pasurie, nuk e di çfarë mund të jetë. A mund të jetë personi nga e dashura juaj, nga bashkëshorta juaj, apo nga ana tjetër e palës tjetër, diçka e tillë, por është diçka që realizohet dhe është momenti më i mirë i mundshëm i që ndonjëherë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku në këtë muaj nëntor dominojnë dhe janë shenjat e ujit ata që do t'japin jo vetëm mundësinë, por kohën e duhur për zgjidhje të çdo lloji problematike që mund ketë dhe mundësi të arta në nisma të reja. Kjo do thotë shenja e peshqeve. Për ju të shenjës e peshqeve, ku gjithçka ndodh, gjithçka arrihet, nëse do flasim në lidhje në termin e përfundimit të një çështje ose rregullimeve të gjërave, sa mund të jenë të qarta apo të sakta ajo që unë them, është diçka që për juve të shenjës e peshqeve i keni mundësitë. Është momenti i duhur për stabilizuar punën, sidomos 10 ditë që parë. 10 ditë që parë ka shumë mundësira. Momente ideale, kyçe, në karrierë, në biseda të rëndësishme, në takime të rëndësishme veçantë, ku është një moment mjaft i mirë, një moment që vërtet do të ndikojë shumë në karrierën tuaj, në punën tuaj, në gjërat që do vinë, mundësitë të arta që do të keni. Por kjo është edhe koha, është edhe momenti i duhur mbi stabilizimet dhe konkretizimet e punës suaj, të karrierës suaj, të momenteve që juve keni, por dhe sa mund të shkojnë të gjërat, koha e përshtatshme, unë do thosha përsa përket ky harku kohë që jemi tani, ku është një moment shumë i mirë, është një moment që gjërat janë pozitive dhe janë korrekte nga ana juaj, ku mundësit janë tani. Koha është tani dhe është më pozitivja dhe më korrektja, konkretja për juve të kësaj shenje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me peshk të 10 ditë të parë, kanë të bëjnë me akrep të 10 ditë të tretë, kanë të bëjnë me dash të 10 ditë të dytë, është një mundësi shumë e mirë, një mundësi që tani për tani e keni mundësinë juve sepse do t'i zgjidhni gjërat avash, edhe pse të tjerët ju kanë rënë qafë, por ju e keni diçka shumë herë më të mirë në lidhje me punën tuaj, sepse keni intuitën tuaj, keni mundësitë e juaja. Për të tjerë mund mos ju pëlqejnë gjërat që juve bëni, po këtu jeni juve, këtu është firma juaj, këtu është mundësia juaj, këtu është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm i gjërave që juve keni dhe i kohës të përshtatshmërisë punës suaj, por edhe të takimeve që ju do të keni në lidhje me karrierën. Kështu që diçka e madhe ndodh, diçka e madhe do të jetë tani e tutje, ku nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në fushën e punës. Në dashuri duket se lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëreshtje dhe diçka të parë, me binjak dhe diçka të tretë që është perfektja, por dhe me britçap pse jo. Britçap është diçka shumë e madhe dhe kjo do thotë që tani për tani lidhen gjërat siç duhet, mundësitë janë perfekte në kohën e duhur. Një moment që juve keni dhe një periudhë që juve mund të nisni gjërat në bazë të punës suaj, në lidhje me takimet që juve bëni, në lidhje me ndryshimet që do të keni tani e tutje, bën të ndryshime dhe është një kohë e mirë dhe shumë stabilizuese për anën e financave dhe të biznesit, për periudhën që juve doni dhe dëshironi, dhe kjo do thotë që është koha më e mirë dhe tepër pozitive për sa përket karrierës suaj. Vazhdimësia duket se është tani, për sa përket vendimit që do të merrni, por një çështje bashkim familjar që do thotë në Angli, nëse keni probleme ose dokumentacione, juve i realizoni. Dhe keni dhe i lajm shumë të mirë tani për një bashkim familjar që do thotë me virgjëreshtje 10 ditë të parë, ku është momenti më i mirë i mundshëm për ta zgjidhur një gjë të tillë. Këto ishin pak a shumë miqtë e mi të dashur për sa përket pikërisht këtij muaji ku mbyll çështjet e shikuarës një dhe muaj më ideal
i 12 viteve, sepse kur mbyll një çështje të mëdha dhe gjën zgjidhje në problemet e mëdha që kanë ngjitur pasdore, është momenti më mirë mushëm tani për t'ja arritur atij qëllimi që juve i keni vënë vetes. Por para se të mbyllim emisionin, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodhen në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkimin e parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Ros shkon atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për kartës të blerjes. Shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj mund të zgjidhni paketën tuaj dhe të shikoni cila paketë ju pëlqen më tepër dhe duke bler paketën tuaj numrin për kartën e blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh dhe si të dërgoni këtë mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E shikoni, e klikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Nga unë Njërpulla, ju uroj një ditë të mbar në çdo aspekt dhe muaj të lumtur. Gjithë mira.